Kurani na urdhëron të ruajmë familjet tona. Në ajetin 6 të surës Tahrim, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nasu wal hijara 'alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. O ju që keni besuar, ruani veten dhe familjet tuaja nga zjarri, lënda djegëse e të cilit janë njerëzit dhe gurët. Atë e mbikëqyrin engjujt të fuqishëm e të ashpër, të cilët kur nuk i kundërshtojnë urdhrat e Allahut, por i zbatojnë menjëherë ato. Në këtë ajet, Allahu i madhruar u drejtohet besimtarëve me thirrjen: o ju që keni besuar. Dhe kjo tregon rëndësinë dhe seriozitetin e mesazhit. Më pas, Allahu thot: ruani veten dhe familjet tuaja. Kjo nënkupton: shpëtojeni veten nga dënimi i xhehenemit përmes besimit dhe veprave të mira. Edukojeni dhe udhëzojeni familjen në rrugën e drejtë. Mos u mjaftoni vetëm me devotshmërinë personale, por të ndjeni përgjegjësi shpirtërore për familjen. Ruajtja e familjes realizohet përmes mësimit të fesë, edukimit me moral, këshillimit me urtësi dhe shembullit, modelit personal. Në vijim, ajeti thot: pra ruajeni nga zjarri, lënda djegëse e të cilit janë njerëzit dhe gurët. Ky përshkrim tregon ashpërsinë dhe realitetin e dënimit dhe është një paralajmërim serioz për pasojat e mosbindjes. Më pas, ajeti thot se atë pra zjarrin e mbikëqyrin engjujt të fuqishëm e të ashpër. Engjujt e përmendur janë rojtarët e xhehenemit, të cilët janë të fortë dhe të rreptë në zbatimin e urdhrave. Nuk e kundërshtojnë kurrë Allahun, zbatojnë menjëherë çdo urdhër. Kjo thekson drejtsinë dhe vetëdijshmërinë e gjykimit hyjnor. Ky ajet na fton në përgjegjësi personale. Çdo njeri është përgjegjës për shpëtimin e vet. Na fton në përgjegjësi familjare. Prindi është bari dhe edukator shpirtëror i familjes. Na flet për rëndësinë e edukimit fetar. Besimi nuk trashëgohet automatikisht, ai kultivohet. Ajeti na fton në disiplinë dhe bindje. Engjujt janë model i bindjes së plot ndaj Allahut fuqiplot. Ajeti na thot se xhehenemi është real dhe duhet marrë seriozisht. Ky ajet na mëson se besimi nuk është vetëm çështje personale, por edhe përgjegjësi ndaj atyre që janë nën kujdesin tonë. Shpëtimi kërkon përpjekje, edukim dhe shembull të mirë. Prandaj, mos mendo vetëm për shpëtimin tënd. Kujdesu edhe familja jote të jetë në rrugën që e largon nga zjarri dhe e afron tek mëshira e Allahut.